Mirë se erdhët në këtë cikël trofimesh. Fillimisht doja nga ju të bënit një prezantim për veten tuaj. Faleminderit për ftesën. Unë jam Shpëtim Cami, pedagog në universitet dhe i angazhuar në disa organizata jo qeveritare brenda dhe jashtë Shqipërisë. Zoti Cami, si e kujtonin ditën tuaj të parë në Partinë Socialiste? Dita ime e parë në Partinë Socialiste lidhet me ditën e themelimit të Partisë Socialiste. 12 qershor 1991, mua më qelloi fati të jem në drejtimin e atij kongresi në cilin u themelua Partia Socialiste. Për hir të vërtetës, mbështeta qëndrimin kritik të drejtoragorit në atë kongres ndaj historisë Partisë Punës dhe mbështeta dhe votova për krijimin e Partisë së re socialiste, një parti progresiste e cila vazhdon që prej 34 vitesh të jetë një parti e cila po na çon drejt Europës. Cilin do të veçonit ju si momentin më të bukur në gjithë këto vite punë? Momentet bukura sigurisht ka shumë, por unë do të veçoja 2013. Pas 8 vitesh opozitë konstruktive, të qartë, të qëndrueshme, Partia Socialiste në drejtimin e Edi Ramës fitoi zgjedhjet 2013. Në atë kohë më qelloi fati që të jem dhe kandidat tek Njësia Bashkiake nr. 1 Tiranë dhe të fitoj dhe unë si kryetari i Njësisë Bashkiake nr. 1 Tiranë me numër votash që u kompensua, si më thënë, gjithë numri votave në vite. Ne fitore kemi disa, por kjo ishte fitoria më e bukur e PS-së dhe sigurisht dhe imja personale. Kjo fitore, sigurisht, kjo ishte një përgjegjësi e madhe për Partinë Socialiste dhe për kryeministin Edi Rama, një përgjegjësi të cilën ai po e zhvillon shumë mirë dhe Partia Socialiste po e zhvillon shumë mirë edhe në mandatin e tretë dhe më sapo shikoj edhe në mandatin e katërt. Pas gjithë këtyre viteve, ju kujtohet cili ka qenë momenti më i vështirë që keni hasur? Sigurisht, kur përballesh me situata të cilat janë një kohë e gjatë angazhimi politik, përballesh dhe me situata vështira. Janë disa, po do të veçoja 2 prej tyre. E para ka të bëjë me gushtin e vitit 1993, 15 ditë pas arrestimit kryetarit të Partisë Socialiste Fatos Nano. Sigurisht dhe ajo ishte një ngjarje për ne tronditse, kur pas një proteste spontane në qytetin e Laçit, ishte koha kur unë drejtoja Partinë Socialiste të Kurbinit, u arrestova për organizimin e kësaj proteste bashkë me kolegët e mi socialistë Kurbinit, arrestim thjesht politik, na arrestua 22 veta në futën në një qeli të komisariatit policisë, si organizator një proteste kundër policisë apo kundër qeverisë. Në fakt ajo ishte një protestë spontane, sepse komisariati i policisë, duke rrahur në qelinë e tij, kishte vdekur një djalë të ri laçian. Kjo ndodhi me datë 13 gusht të 93-shit dhe me datë 14, masi familja informohet, shkon për të marrë kufomën në komisariat dhe ata refuzojnë t'ia japin. Sigurisht familja alarmohet, ata janë në rreth madh në Laç dhe Laçi karakterizohet nga një solidaritet i jashtëzakonshëm për kështu rastesh, një protestë e jashtëzakonshme kundër policisë për të marrë kufomën. Sigurisht mori përmasa e cila përfshiu gjithë Laçin dhe unë si isha në Tiranë dhe nuk kishim asnjë vendim politik apo mbledhje apo asnjë lloj forme që të provonte se ne ishim organizator. Por shteti politik që ishte ndërtuar atëherë, ishte një shtet policor dhe veproi mbi ne me idenë që edhe për të shfaqsuar vetveten, por edhe për të shkrirë një forcë politike siç ishim ne në rrethin e Kurbinit apo në qytetin e Laçit. Ishte moment i vështirë pasi nuk ishte e lehtë, pari gjithë krerët e PS-së Laçit të arrestoheshin bashkë me aktivistë të tjerë. Së dyti na shoqëruan nga komisariati i Laçit për në burgun 313 në Tiranë me fugona policie dhe me policë të armatosur gjerë në dhëmë, sikur ishin kriminalet e luftës. Një ngjarje që tronditi dhe familjen time. Në 313 kishte qenë baba im në 1941 bashkë me gjyshin tim dhe na quan po të njëjtin burg, pra një arrestim politik 41 që ngjante edhe në 93-shin. Imagjinoni në rrethana krejt të reja të jetë e njëjta sjellje politike ndaj kundërshtarëve politik
Dhe kjo për babain tim të moshuar, për familjen time të re, për socialistët e Kurbinit ishte një ngjarje vërtet shumë e vështirë. Një moment i dytë, nëse më lejoni, janë zgjedhjet e 96-s. Mendoni ne u angazhuam atëherë në politik, ishim të rinj me idenë për një sistem demokratik, për të ndërtuar shtetin demokratik, për të shkuar drejt Europës, siç ishte parulla e të gjitha forcave politike. Zgjedhjet e 96-s ishin zgjedhje ku jemi kërcënuar për vdekje. Kërcënuar me armë, kërcënuar me na shtype makina, kërcënuar në shtëpi, kërcënuar në aktivitete, jo vetëm unë si kryetar, por gjithë aktivistët e PS-s. Ka fakte, dokumenta, ka deklarata, cilët provojnë një si e tillë dhe siç dihet nga të gjithë, është ngjarje historike, në 96-ta u prishën zgjedhjet. Dhe mendoni që mas asaj ëndre kombëtare për një demokraci të prishën zgjedhjet në një interval kohë shumë të shkurtër, më zhgënjeu edhe ngjarje, unë isha kandidat për deputet në zonën Mamurras Fukushkuqi, atëherë 2 bashki dhe komuna, sot njësia administrative të Bashkisë Laç. Na prisheshin mitingjet, dhunoheshin pjesëmarrësit në takim, e pamundur për të qenë, megjithatë, për të qenë një forcë politike konkurruese, pra konkurenca politike nuk lejoj, pavarësisht çfarë thuhej. Sigurisht ato ngjarje kanë ngelur në kujtesën time personale, por edhe për gjithë socialistët e Kurbinit një ngjarje e hidhur. Ngjarje të cilët Gazeta Koha Jon i transmetoi, i ndoqi nga afër si ngjarjet e 93-shit ashtu e 96-s. Për shembull, ngjarjet e arrestimit 93-shit, shkrimtari Neshat Tozaj i kushtoi një novelë, e letrarizoi me titullin Vdekja nga Kërbaçi dhe e botoi në librin Përverset në 94, një vit më vonë. Ne në atë kohë nxirrim gazetën Albulena, organi i Partisë Socialiste Kurbin, dhe sigurisht i publikoi gjitha këto fakte dhe kishte një gazetë që ne ishte tribuna e socialistëve të Kurbinit, e ndër të rrallat po themi në Shqipëri. Sigurisht ngjarjet u ndoqën edhe nga Gazeta e Zëri i Popullit, mbaj mend që në 93-shin arrestimin ton, gjyqin ton, e ndoqi Gazeta e Zëri i Popullit dhe 2 gazetarët, Erion Braçe dhe Ardian Myslimi, nga afër gjithë procesin fars politik të asaj kohe. Zoti Cami, si ka ndryshuar Partia Socialiste nga dita kur ju nisët dhe deri më sot? Sigurisht ndryshimi është pozitiv. E them këtë për shumë arsye. Unë e shoh edhe nga këndvështrimi i qenit një nga aktivistët themi në Partinë Socialiste apo drejtues Partisë Socialiste, po dhe tani që jam larg skenës Partisë Socialiste gati 10 vite, e shoh me syrin kritik të themi zhvillimet brenda forcës politike tonën, po edhe brenda gjithë sistemit politik në Shqipëri. Në 91-shin sigurisht trashëgimia politike vinte nga një shkollë, si thuash, e gjithë një lloj dhe ishim gjithë shpresë plot për një sistem demokratik dhe idealet mbizotronin, si thuash, në të gjithë pjesëmarrësit apo të angazhuar në Partinë Socialiste, një parti e cila ndryshonte vit pas viti për shumë arsye. Nuk besoj, nuk është moment të them se pse ndryshonin, sepse rrethanat ishin të tilla që ti duhet përshtatesh me një sistem politik që nuk e njihte askush fundit. Asnjë parti politike nuk kishte kulturën dhe shkollën apo edukimin e nevojshëm për të kuptuar si një forcë politike mund të sillet në demokraci. Por mendoj që Partia Socialiste ishte një forcë politike cilën unë personalisht ndihesha shumë mirë, një forcë politike me të vërtet demokratike. Pra, në ato vite, ne me demokracitë brendshme të zhvilluar u përballëm me një grup forcash politike cilët ishin në revansh politik. Gjithsesi, ndryshimi ishte i madh, pavarësisht se sistemi politik që u aplikua në ato vite nuk ishte demokratik. Për hir të vërtetës, e them me argumente, unë i kam botuar gjitha këto në librin Kurbini, sipas një këndvështrimi, ku ja kushtoj gjithë aktivitetit Partisë Socialiste dhe Socialistët të Kurbinës, e kam ribotuar 2 herë librin dhe i kam thënë këto edhe ndryshime që kanë ndodhur në PS apo në sistemin politik në Shqipëri. Sigurisht ky ndryshim diktoi
politik, po themi diktoi ndryshime edhe në Partinë Socialiste. Mund të them që ndryshimi mas 2005-s ka qenë ndryshim më radikal. Ky ndryshim radikal sigurisht pozitiv përsëri, erdhi mbasi drejtimin e partisë e mori Edi Rama, sigurisht vinte pas një përvoje të drejtimit Bashkisë Tiranë, një përvojë të suksesshme. Unë kam patur model në vërtetarinë time politike apo administrative Bashkinë e Tiranës atyre viteve. Ky model drejtimi i Bashkisë Tiranë erdhi edhe në Partinë Socialiste në kuptimin që duke qenë kryetar bashkie duhet dini që qeverisja vendore të ofron pranë qytetarëve. Dhe kjo kulturë e shërbimit ndaj qytetarëve erdhi edhe tek Partia Socialiste. Dhe ai filloi të ndërtoi një parti socialiste pranë nevojave të qytetarëve, pra nga një parti idealesh, nga një parti për një Europë, nga një parti e tjerë, me një program politik që aspironte, në një parti politike e cila ishte afër qytetarit, dhe këto quhen parti elektorale, pra e shndroi Partinë Socialiste një parti elektorale dhe mund të them që ato 8 vite opozit, parti që tjetë më afër qytetarëve në Shqipëri akoma nuk ka. Kjo e solli në pushtet. Por edhe pas i erdhi në pushtet, unë mund t'ju them me siguri që ndryshimi i Partisë Socialiste është një ndryshim përsëri pozitiv dhe ka treguar përgjegjësinë më të lartë të kujdesit ndaj qytetarëve. Sigurisht, unë kam një libër të emërtuar Kolegë dhe miq të mirë ku evidentoj përvojën time qeverisëse dhe avantazhet dhe rreziqet që ka nga qeverisja. Sigurisht, çdo qeverisës është përgjegjës për atë mandat që ka marrë, po sigurisht ka dhe rreziqet e veta, të cilët mendoj se drejtimi që Partia Socialiste me në krye Edi Ramën i ka bërë qeverisën të 3 mandate, ka dhënë modelin më të mirë qeverisës dhe besoj që edhe në të ardhmen, nëse do vazhdoj e njëjta kulturë qeverisë dhe funksionimi një partie politike do marrë dhe mandatin e 4. Nëse do të ktheheshit pas në kohë, a mendoni se do të bëni të njëjtën zgjedhje dhe të ishit pjesë e Partisë Socialiste? Tani sigurisht zgjedhjet dhe vendimet që marrin njerëzit në kohë të ndryshme lidhen nga rrethanat. Po të pyesësh një të ri tani se përse hyn Partinë Socialiste, jep një përgjigje dhe po të pyesësh një të ri në 91-shin se pse hyn Partinë Socialiste është një motiv tjetër, jo vetëm Partinë Socialiste, por çdo parti janë faktor, aktor, rrethana e tjerë. Unë do them po. Në ato rrethana, kur u angazhova në Partinë Socialiste, do them po. Kam një histori e cila lidhet me sistemet politike të dy kohëve, si me thënë. Përgjithsisht kam patur në natyrë përkushtimin ndaj punës dhe përgjithsisht lartë në punë dhe krijova konflikt sapo në fund të sistemit komunist më kishin pranuar në partinë e punës dhe mas 3 muajsh më përjashtua. Dhe kur erdhi sistemi demokratik, unë kisha shumë mundësi zgjedhje. Kisha mundësi zgjedhje PD-n, PS-n, Partinë Republikane, si gjithë tjerët, s'kisha asnjë kompleks, përveç faktit që isha pak kënaqur nga sjellja e viteve të fundit dhe në përfundim të asaj partie që drejtoi Shqipërinë para 90-s. Por kur pash që në Partinë Demokratike në atë kohë, 90-91-shin, u angazhuan të gjithë ata që mua më kishin përjashtuar nga partia. Zgjodha PS. Dhe jo vetëm për këtë. Për hir të vërtetës, kjo zgjedhja imja në PS, në pose unë do ishin dhe në tjetër rrethana prap do zgjidhja PS-n, sepse edhe për shkak se Partia Socialiste në ato vite, ua garantoj këtë, edhe statistikisht, kishte profesionistët më të mirë që kishte në atë kohë qyteti i Laçit. Inxhinierët më të mirë, ekonomistët më të mirë, mjekët më të mirë, dhe kishte një strukturë partie me intelektual që kishte dëshirë, kishte qef të rije me ta, të bisedoje, të ndërtoje platforma, të bëje një program. Me këta intelektual, unë fitova referendumin në 94-s, i tham jo kushtetutës së 94-s, pikërisht sepse intelektualet ishin shumicë në Partinë Socialiste dhe t'ju siguroj që intelektualet kanë sjellje tjetër në një parti politike dhe japin tjetër pamje një partie politike dhe në atë kohë mund të them që
nëse siç e bët ju pyete, nëse do kthehesha prapë në Thënjishin, prapë do zgjidhja PS. Për gjitha këto arsye që unë ju prezantova. Zoti Cami, sa i rëndësishëm ka qenë roli i grave dhe i vajzave që kanë dhënë kontributin e tyre në Partinë Socialiste në gjithë këto vite? Përvoja ime është konkrete, që do të thotë, duke qenë drejtues i Partisë Socialiste në Kurbin, siç e thash, duhej që të angazhoja shumë struktura, shumë burime njerëzore, së pari për të përballuar atë presion politik që vinte nga pozita e asaj kohe, së dyti për të maksimizuar pjesëmarrjen e intelektualëve, të grave, të rinisë, me qëllim që të ndërtoja një forcë politike progresiste, siç e thash, një forcë politike që jep mesazhin e një partie që e njihte demokracinë dhe aplikonte demokracinë. Dhe Forumi i Gruas Socialiste në ato vite, por edhe më vonë, ka qenë një forum që i ka dhënë jetë Partisë Socialiste dhe unë i konsideroja një nga partnerët kryesor, jo pjesë të partisë, por një partner të sigurt dhe të suksesshëm. Ishin pjesë, flasim për 91-96, pjesë e këshillave të komunave të bashkive të asaj kohe, ishin pjesë e strukturave të Partisë Socialiste dhe mund të them që i jepnin një frym shumë demokratike Partisë Socialiste të asaj kohe. Dhe kanë bërë edhe më vonë, kjo frym ka mbetur në PS, vazhdon të jetë në PS dhe nuk është rasti që sot gruaja ka këtë vend, ka këtë përqindje përfaqësimi në parti dhe në qeverisje, dhe në qeverisjen vendore dhe ato qendrore. Edhe në Tiranë, kur unë drejtova Partinë Socialiste në vitet 2000 deri në 2011, Forumi i Gruas Socialiste dhe gratë intelektuale të njësisë bashkiake nr. 1 kanë qenë një forcë, cilën unë i kam ndjerë nga afër dhe për hir të vërtetës i kam suportuar. Këto burime njerëzore nga gratë dhe vajzat e njësisë 1 kanë arritur suksese, janë besuar detyra të rëndësishme, ka qenë modele suksesi deri në qeverisje apo në parlament dhe për këtë jam krenar që partneriteti me Forumin e Gruas, partneriteti me gratë dhe vajzat i ka dhënë një pamje më demokratike jo vetëm Partisë Socialiste, po edhe qeverisjes. Dhe unë këtë këshillë kam jo vetëm për Partinë Socialiste, po gjitha partitë politike, nëse u krijojnë hapësirë nevojshme, grave dhe vajzave shqiptare të jenë të sigurt që natyra demokratike e këtij shteti do të jetë më e mirë. Zoti Cami, cili është mesazhi juaj për brezin e ri që sot kërkon dhe do të angazhohet në Partinë Socialiste? Të ri ka patur gjithmonë që kanë dashur të angazhohen në Partinë Socialiste, nga në Thënjishi e deri tani në 2025. Sigurisht, motivet e të rinjve për të angazhuar në parti ndryshojnë në fazat ndryshme. Për shembull, të rinjt që angazhoheshin në Partinë Socialiste në vitet e opozitës janë të rinj që sakrifikojnë nga jeta e tyre se do përballen me pushtetin. Pastaj në qeverisje të rinjt sigurisht u rritet shpresa, sepse një parti politike në qeverisje krijon përveç kontributit politik, krijon dhe mundësi dhe përgjegjësi qeverisje. Sot të rinjt sigurisht janë të mirë pritur dhe e kam ndjekur me kujdes këtë pjesë të Partisë Socialiste, ku të rinjt janë gjithmonë të ftuar të jenë pjesë e partisë, po dhe e qeverisë njëkohësisht. Unë do t'i këshilloja të rrisin përgjegjësinë publike. Duhet të dinë që kanë mbi vete këtë historinë që unë thash këtu, pra ata duhet ta njohin këtë histori dhe kjo që po bëni ju u shërben shumë atyre. Dhe ata duhet ta kenë gjithmonë në vëmendje që kjo që ata sot duan të gëzojnë, pa duan të hynë në një parti politike dhe nga kjo parti politike të marrin edhe përgjegjësi qeverisë, do të gëzojnë, si më thënë, avantazhet, por do të mbajnë përgjegjësi dhe për gabimet tona. Edhe për mangësitë tona, janë 34 vite histori, nuk është pak, që një forcë politike të jetë kaq prezente në jetën politike, po dhe në qeverisje, dhe sigurisht rinia duhet ta njohë, të njohë historinë, të njohë vështirësitë, të njohë nivelin e lartë përgjegjësisë publike, sidomos kur ata do të marrin përgjegjësi qeverisë, sepse nuk është nevoja të hyjnë parti pa të marrë një përgjegjësi qeverisë. Mund të hyjë direkt përgjegjësi qeverisë, po aty duhet të kuptojë se sa i rëndësishëm është ky pozicion publik që e ka marrë
për sipër, sepse do qeverisi njerëz dhe do t'ju shërbej atyre. Edhe shërbimi ndaj tyre është përgjegjësi e lartë publike, është në këndvështrimin e të gjithë forcave politike, e të gjitha mediave, e shoqërisë civile, dhe nuk është pak ka. Janë shumë sy që e shohin, ndaj këshilla ime është kujdes me përgjegjësinë publike. Nëse do ta konsideronin këtë këshill, unë mendoj që do të kemi një brezëri të suksesshëm, që unë me kënaqësi që prej 10 vitesh jam larg skenës, po jam i kënaqur me brezin që ka marrë këtë lloj përgjegjësie, kanë nevojë të trajnohen, sigurisht, dhe Partia Socialiste her pas here e ka bërë këtë gjë, trajnimin e të rive që angazhohen PS, nuk duhet ndalim me trajnimin. Duhet ta dini që një pikë e fortë e Partisë Socialiste ka qenë trajnimi i të rinjve, ky trajnim nuk duhet ndalojë. Sa kohë që ne kemi të rinj që duan të hyjnë PS në mënyrë të vazhdueshme, sa herë që ato do marrin përgjegjësi politike dhe përgjegjësi qeverisëse, ata duhet trajnohen dhe ky trajnim përfshin gjithë këto elementë që unë sapo citova, qoftë historinë, qoftë programet dhe statutin e Partisë Socialiste, qoftë përgjegjësitë qeverisë që do të marrin në çdo nivel të qeverisjes në Shqipëri, qoftë vendore apo qoftë në nivel qendror. Zoti Cami, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Faleminderit ju.